Ishte një ditë e zakonshme dimri në qytetin e zhurmshëm. Qielli mbulohej nga rrete dendura, dhe shiu i holl por i vazhdueshëm binte mbi trotuaret e lagura, duke krijuar një melodi monotone që shoqëronte këmbët e shpejta të kalimtarëve të zhytur nën çadra të mëdha. Makina kalonin ngadalë, duke lënë pas tyre rrjedha uji që përplasnin lehtësisht qoshet e këmbëve të kalimtarëve, ndërsa rrugët ndriçoheshin nga dritat e ndezura të qendrës së qytetit që reflektonin mbi rrugicat e lagura. Në këtë peizazh urban, shumë sy ishin të zënë, shumë mendje të angazhuara. Disa nxitonin drejt punës, të tjerët ishin të përqendruar në telefonat e tyre. Një nën mbante dorën e fëmijës së saj, duke mbajtur atë të ngrohtë nën xhaketën e trash, ndërsa një çift i moshuar përpiqej të shmangte pellgjet e ujit me këmbë të kujdesshme. Askush nuk e vuri re, askush përveç atij që qëndronte larg nga turma, duke vëzhguar gjithçka nga lartësia e kamerës së tij. Djali i vogël ishte vetëm. Ishte i vogël, i brisht dhe i pafuqishëm për të kuptuar plotësisht rreziqet e botës së madhe rreth tij. Rrobat e tij ishin të lagura, flokët e çrregull ngjiteshin në fytyrën e tij të njomur nga shiu. Ai kishte një çantë të vogël në shpinë, pothuajse e pashfrytëzuar, e cila dukej sikur kishte kaluar shumë më shumë se sa mund të përballonte një fëmijë i vetëm. Kalimtarët e shihnin nga larg, por vëmendja e tyre ishte nëpër celular, në rrugët e mbushura me njerëz, ose tek problemet e tyre të përditshme. Askush nuk ndaloi. Askush nuk u kthye për ta parë djalin që ngrihej dhe ulte krahët, duke u përpjekur të shmangte pluhurin e ujit që rrinte mbi këmbët e tij të vogla. Ai ishte një siluetë e humbur mes hijeshisë së qytetit. Kamera që e kapte këtë moment ishte vendosur në një ndërtesë të lartë në skajin e rrugës kryesore. Operatori, një burr i moshuar që kishte kaluar dekada duke dokumentuar jetën e qytetit, nuk kërkonte asgjë të veçantë. Ai thjesht regjistronte rrjedhën e njerëzve, makinat, dritat, atmosferën. Por djaloshi i vogël tërhoqi vëmendjen e tij në mënyrë të papritur. Nuk ishte një veprim spektakolar. Nuk ishte asgjë dramatike që të nxirrte në pah praninë e tij. Thjesht një moment i heshtur, një heshtje që dukej se rrinte nga vetë qyteti. Ai ishte duke ecur ngadalë, këmbët e tij të vogla zhytur në ujërat që kishin mbushur trotuarin. Rrobat e tij të lagura qëndronin ngjitur me trupin e vogël, duke zbuluar një pjesë të qafës dhe shpatullave të njomura. Syri të kamerës i dukej i vetëm, i humbur, por mbi të gjitha i gjallë. Kishte një kuriozitet të pafajshëm në fytyrën e tij, një kombinim i frikës dhe dëshirës për të eksploruar botën. Siç shpesh ndodh në qytet, rrugët ishin plot me njerëz që nuk ndalojnë. Një burr me kostum i kaloi pranë, duke i hedhur një sy të shpejtë, dhe pastaj duke u zhytur në telefonin e tij. Një grup të rinj nxitonin, duke qeshur e duke sharë nën shi. Askush nuk e pa, askush nuk e ndaloi. Djaloshi i vogël ishte thjesht një pjesë e sfondit. Një copë e vogël e mozaikut urban që rallëherë tërheq vëmendje. Por kamera kishte kapur gjithçka. Çdo pikë uji që rrite nga çatia mbi kokën e tij, çdo hap të tij të ngadalshëm, çdo dridhje të vogël të krahëve që përpiqeshin të mbajnë ekuilibrin. Një filmim që për shumë do të dukej i thjeshtë, për ata që e shihnin më vëmendshëm, ishte një dëshmi e fuqishme e vetmisë dhe guximit të një fëmije të vetëm. Djali vazhdonte të ecte. Në rrugën e tij nuk kishte një destinacion të qartë. Ai ndalonte për të parë një kafshë që kalonte rrugën, për të kapur një copë letre që valevitej nga era, ose për të ngritur një këmbë mbi një pellg të madh uji. Çdo veprim i tij ishte i vogël, por secili tregonte një histori. Histori e përjetimeve të përditshme të një fëmije që nuk kishte askënd për ta mbrojtur. Kamera regjistronte gjithçka në heshtje. Nuk kishte nevojë për zë, nuk kishte nevojë për koment. Vetëm imazhi i tij ishte i mjaftueshëm për të transmetuar emocionin. Çdo pika uji që binte mbi flokët e tij, çdo rrudhë frikës në fytyrë, çdo buzëqeshje e vogël kur ai shihte diçka që e magjepste, gjithçka ishte pjesë e këtij dokumentari të heshtur. Në një moment, një qytetar ndaloi. Ai u duk sikur kishte vënë re diçka të pazakont. Ai i hodhi një sy djaloshit, por pastaj për arsye të panjohura vazhdoi rrugën. Nuk kishte kontakt, nuk kishte fjalë. Ishte një moment që mund të kishte ndryshuar gjithçka, por qyteti vazhdoi të rrjedh përpara, indiferent ndaj qenies së vogël që përpiqej të mbijetonte me shtrëngatave të shiut dhe ndotjes së botës urbane. Djali nuk e dinte se një sy i heshtur e po ndiqte. Ai nuk e dinte se kamera regjistronte momentet e tij më të brishta, duke i dhënë një kuptim të ri një bote që shpesh nuk i kushton vëmendje fëmijëve të humbur. Nuk e dinte që ajo kamera do të shërbente si dëshmi e guximit të tij,
një thirrje për kujdes dhe vëmendje. Një kujtim që edhe në mes të turbullirës dhe indiferencës, një jetë e vogël mund të ketë një histori që meriton të shihet. Disa minuta më vonë, atmosfera në rrugë filloi të ndryshojë. Një grua që mbante një çadër të kuqe u ndal për një moment dhe e vëzhgoi djalin. Nuk ishte një moment heroik, nuk ishte zë të lartë apo veprime spektakulare. Ishte thjesht një ndalje e heshtur për të parë atë që më parë kishte kaluar pa u vënë re. Ajo pa fytyrën e njohur nga shiu, sytë e tij që shndrisnin nga një kombinim frike dhe kurreshtjeje, dhe trupin e vogël që përpiqej të shmangte pellgjet e ujit. Vajza ime e vogël është shtëpi, tha gruaja për vete, ndërsa një ndjenjë e thellë shqetësimi i pushtoi zemrën. Ajo pa kalimtarët e tjerë që kalonin pranë, duke bërë sikur nuk e shihnin, dhe ndjeu një lloj zemërimi të heshtur ndaj qytetit që shpesh harron fëmijët e vetmuar. Pa u menduar shumë, ajo hapi çadrën e saj dhe ju afrua djalit. Hej, vogëlush, i tha ajo me zë të butë, je mirë? Djali ngriti syt, i tronditur nga zëri i papritur. Ai nuk e dinte si të përgjigjej. Nuk kishte asgjë për të thënë, thjesht rinte aty, i mbështetur mbi këmbët e vogla, duke shikuar qiellin gri dhe shiu që binte pa pushim. Por pranësia e gruas ishte e qartë. Dikush kishte vënë re dhe nuk e kishte harruar. Ndërkohë, kamera nga lart regjistronte gjithçka. Çdo reagim i vogël, çdo frymëmarrje e thellë e djalit, çdo hap i gruas që përpiqej ta mbante të ngrohtë, çdo moment ishte pjesë e një narrative më të madhe se vetë qyteti. Ishte një kujtesë e heshtur që ndonjëherë, edhe në mes të indiferencës masive, ndonjë njeri mund të bëjë dallimin. Djali e kuptoi se nuk ishte më vetëm. Një ndjenjë lehtësimi përshkoi trupin e tij të lodhur. Ai përpiqej të shmangte ujin që rrithte nga çatia mbi krye, por tani ndjeu një dorë që e mbante të sigurt. Gruaja e ndihmoi të ecë drejt një trotuari më të thatë dhe mbajti të ngrohtë nën çadrën e saj. Kalimi i minutave bëri që më shumë njerëz të ndalonin dhe të vënë re skenën. Një burr i moshuar që fillimisht kishte kaluar pranë duke bërë sikur nuk e pa, u kthye dhe ofroi një copë batanie të vogël që mbante në çantën e tij. Një çift i ri që po kalonte rrugën hodhi një sy të shqetësuar dhe pyeti nëse djaloshi kishte nevojë për ndihmë. Çdo reagim ishte i vogël, por i rëndësishëm. Kamera regjistronte gjithçka, duke kapur jo vetëm pamjen, por edhe emocionin që përshkonte çdo veprim njerëzor. Nga lart, ishte një tableau e bukur e ndjeshmërisë që shpesh harrohet në kaosin e qytetit. Djali filloi të fliste me gruan që e kishte ndihmuar. Zëri i tij ishte i thyer, por i qartë. Më falni, nuk dija ku të shkoja, tha ai duke ngritur syt nga rruga. Gruaja buzëqeshi me ngrohtësi dhe i tha, shumë mirë që je këtu. Nuk je më vetëm. Pak më vonë, një polic u afrua pasi kishte parë disa qytetarë që kishin vënë re djalin. Ai e pyeti nëse ishte i humbur dhe filloi të shoqëronte situatën me kujdes. Djaloshi filloi të ndjehej më i sigurt. Për herë të parë, pas shumë minutash në shi dhe vetmi, ai ndjeu se dikush po kujdesej për të. Ndërkohë, kamera vazhdonte të regjistronte çdo moment. Ajo nuk ishte filluar si një akt heroik, por tani po kapte një seri veprimesh njerëzore që të kombinuara kishin krijuar një rrëfim fuqishëm emocional. Nga indiferenca e qytetit, ishte lindur një moment kujdesi dhe dëmshurie. Në këtë pikë, djaloshi nuk ishte më thjesht një siluet në sfond. Ai ishte bërë qendra e vëmendjes. Çdo sy që e shihte fillonte të ndjente një lidhje të heshtur me të, duke kujtuar se edhe në mes të qytetit më të madh dhe më të zhurmshëm, një jetë e vogël kishte rëndësi. Gruaja e mbajti dorën e tij derisa policia dhe qytetarët vendosën të siguronin që ai të mbërrinte në një vend të sigurt. Por për kamerën dhe për çdo që do ta shihte më vonë, momenti kishte kapur më shumë se sa një shpëtim të thjeshtë. Ishte një dëshmi e humanitetit, një kujtesë që edhe në një botë që shpesh duket e ftohtë dhe indiferente, një dorë e zgjatur dhe një zemër e kujdesshme mund të bëjnë një ndryshim të madh. Djali u largua nga rruga e lagur me një ndjenjë të re shprese dhe besimi në njerëz. Ai nuk e dinte se kamerat e qytetit kishin regjistruar çdo detaj, dhe se historia e tij do të shërbente si një thirrje për gjithë qytetin, të vëmendshëm ndaj atyre që shpesh nuk mund të flasin për veten e tyre. Disa ditë më vonë, imazhet e regjistruara nga kamera ishin bërë më shumë se thjesht një filmim i heshtur. Ata ishin kthyer në një histori që preku zemrat e shumë njerëzve. Nuk kishte pasur nevojë për tituj sensacional ose lajme dramatike. Thjesht pamjet e një djali të vogël, i cili kishte kaluar në përshi vetëm, dhe reagimi i heshtur i një gruaje që e ndihmoi, kishin mjaftuar për të kapur vëmendjen. Në rrjetet sociale, një video e shkurtër kishte filluar të shpërndahej nga një përdorues në tjetrin.
Shumë e kishin parë fillimisht pa menduar shumë, por pas disa minutash pamja e djalit të njohur nga shiu, duke ngritur syt nga kamera, kishte bërë që zemrat të shtrëngoheshin. Komentet ishin të ndryshme. Dikush shkruante sa i vogël dhe i brisht, një tjetër njerëzimi nuk duhet të harroj kur fëmijët e vetmuar. Por të gjithë ndanin të njëjtin ndjesi të thellë empatie. Në qytet, gruaja që e kishte ndihmuar djalin filloi të ndjente pasojat e veprimit të saj. Ajo nuk kishte menduar kurrë se një veprim kaq i vogël do të kishte ndikim kaq të madh. Miq dhe fëmijët e saj filluan ta kontaktojnë, duke e pyetur se si mund të ndihmonin ata gjithashtu. Për herë të parë, ajo ndjeu se një akt i vogël mirësie mund të ndiste një seri reagimesh të mëdha. Policia e cila kishte parë situatën filloi gjithashtu të raportonte për rëndësinë e vëmendjes ndaj fëmijëve të humbur. Ata krijuan një program të vogël ndërgjegjësimi, duke përdorur historinë e djalit si një shembull për qytetarët. Shikoni rreth jush, veçanërisht fëmijët e vetmuar. Ndihma juaj mund të ndryshojë jetën e tyre. Djali i vogël nga ana e tij nuk kishte idenë se veprimet e tij të heshtura ishin bërë pjesë e një narrative më të madhe. Ai vazhdonte të shihte botën përmes syve të tij të pafajshëm. Por tani në mënyrë të heshtur ndihej më i sigurt. Shiu nuk ishte më një armik. Ai kishte ndjerë se dikush mund ta mbante të ngrohtë dhe të mbrojtur. Ndërsa javët kalonin, historia u bë një shembull i fuqishëm i humanitetit në qytet. Shumë njerëz filluan të shikojnë përreth dhe të ndihmojnë fëmijët e humbur ose të vetmuar. Një lëvizje vogël kishte lindur, e cila nuk kërkonte shumë përpjekje. Vetëm vëmendje dhe kujdes për ata që nuk mund të flasin vetë. Kamera, që në fillim ishte thjesht një pajisje regjistrimi, ishte shndërruar në dëshminë e një momenti që kishte fuqinë për të prekur njerëzit. Ajo tregonte se nuk kishte nevojë për veprime të mëdha për të bërë ndryshimin. Një dorë zgjatur, një buzëqeshje, një shikim i ndershëm, të gjitha këto ishin të mjaftueshme për të ndryshuar rrjedhën e një historie. Në këtë pikë, qyteti kishte filluar të ndihej pak më i ngrohtë, pak më i kujdesshëm. Një ndjenjë solidariteti po linte mes njerëzve që shpesh harrojnë se sa e rëndësishme është të vëmendshëm ndaj fëmijëve dhe të vegjelve. Historia e djalit në shi ishte bërë një simbol i fuqisë së ndjeshmërisë njerëzore dhe rëndësisë së vëmendjes ndaj detajeve që shpesh i harrojmë. Dhe ndërsa djaloshi vazhdonte të rritej, ai do të mbante përjetësisht në zemër ndjesinë e sigurisë dhe kujdesi që një ditë i huaj i kishte ofruar në shi. Një ditë të zakonshme, një veprim i vogël dhe një sy i vëmendshëm kishin ndryshuar një jetë dhe kishin lënë një shenjë të pashlyeshme në zemrën e komunitetit. Kjo është pjesa 3 që përfundon ciklin emocional. Nga vetmia dhe brishtësia tek ndihma e papritur dhe ndikimi i saj në komunitet. Historia tani ka një mesazh të qartë frymëzues dhe prekës. Ditët u kthyen në javë dhe historia e vogëlushit në shi vazhdoi të qarkullonte në qytet. Jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në kafenet e vogla, në shkollat e qytetit dhe madje edhe në zyrat e kompanive të mëdha. Historia e tij ishte kthyer në një shembull të thjeshtë, por të fuqishëm. Një veprim i vogël mund të ketë pasoja të mëdha. Shumë njerëz filluan të ndryshojnë sjelljen e tyre të përditshme. Një burr që çdo ditë ecste për në punë me vëmendjen e shpërqendruar në celularin e tij, filloi të shikonte rreth dhe të ndihmonte fëmijët e vetmuar ose të humbur. Një mësuese e shkollës filloi të organizojë orë të veçanta ku fëmijët flisnin për ndjeshmërinë dhe kujdesin ndaj të tjerëve. Një dyqan ushqimesh nisi të dhuronte rroba dhe ushqime për fëmijët që nuk kishin mundësi, duke inspiruar fëmijët të bashkohen me të. Djali i vogël ndërkohë kishte filluar të ndihej më i fuqishëm dhe më i sigurt. Ai ishte bërë më i kujdesshëm, por edhe më i guximshëm. Për herë të parë, ai e dinte se edhe një fëmijë i vetëm mund të marrë ndihmë, dhe se njerëzit mund të jenë të sjellshëm dhe të kujdesshëm. Historia e tij e vogël, por e thellë kishte krijuar një valë empatie që kalonte përtej ditës së shiut. Kamera që e kishte regjistruar momentin kishte transformuar perceptimin e qytetit për të vëmendshmin. Një redaksi e lajmeve vendase vendosi të bëjë një reportazh të gjatë, duke treguar jo vetëm skenën e djalit në shi, por edhe ndryshimet që kishin ndodhur në komunitet pas kësaj ngjarjeje. Ishte një kujtesë se vetmia dhe indiferenca mund të ndryshohen me një akt të vogël mirësie dhe vëmendjeje. Disa javë më vonë, gruaja që e kishte ndihmuar djalin u ftua të fliste në një takim komuniteti. Ajo përshkroi momentin me emocion, si kishte ndalur për një sekond për ta vënë re, si ishte ndjerë ndihmuar nga instikti për të bërë të mirën, dhe si një akt i vogël kishte nisur një lëvizje të madhe. Për shumë njerëz, fjalët e saj ishin një thirrje për reflektim dhe ndryshim. Një nga pasojat më të fuqishme ishte ajo që ndodhi tek qytetarët e thjeshtë. Ata filluan të ishin më të vëmendshëm për fëmijët,
të mos e injoroni maskën që duke i vetmuar apo në nevojë. Një qytet që më parë duke i ftohtë dhe indiferent, filloi të shfaqte ngrohtësi dhe solidaritet. Shumë qytetarë që më parë nuk e kishin ndihmuar kur dikë të panjohur, tani filluan të ofronin ndihmë, një buzëqeshje, një dorë të zgjatur. Djali i vogël, tani pak më i rritur, filloi të kuptoj fuqinë e veprimeve të vogla. Ai mësoi se nuk kishte nevojë të bësh gjëra të mëdha për të bërë një ndryshim. Një buzëqeshje, një fjalë e thjeshtë, një ndihmë e vogël, të gjitha këto mund të ndryshojnë një jetë. Kjo mësim mbeti me të gjatë gjithë jetës. Në fund, qyteti mësoi diçka të rëndësishme. Nuk duhet të presim ngjarje të mëdha për të treguar kujdes dhe dashuri për të tjerët. Një çast i vogël, i kapur nga një sy i vëmendshëm, mund të bëhet një moment transformues për një individ dhe për komunitetin e tërë. Historia e djalit në shi u bë një legjendë urbane për qytetarët. Një tregim i thjesht, por i fuqishëm që përkujtonte se mirësia dhe vëmendja janë gjërat më të rëndësishme që mund të ofrojmë njëri tjetrit. Kamera që filloi gjithçka, e cila ishte thjesht një pajisje regjistrimi, u shndërrua në një dëshmi të fuqishme të humanitetit. Historia e djalit në shi nuk ishte thjesht një moment i vetmuar i një fëmije të vogël. Ishte një mesazh për të gjithë. Gjithmonë shiko rreth, ndihmo kur mundesh dhe mos i injoro ata që duket se janë vetëm, sepse një moment i vogël mund të ndryshojë gjithçka. Dhe kështu, një ditë e zakonshme shiu, një djalë i vetëm, një kamerë e heshtur dhe një grua që ndaloi për një moment, bashkuan forcat për të krijuar një histori që do të mbahej mend nga gjithë qyteti për shumë vite. Historia e tyre mbeti një kujtesë e përjetshme se edhe në botën më të zhurmshme dhe më të paqartë, mirësia dhe vëmendja kanë fuqinë për të ndryshuar fatin.